Ndërsa duke parë retorikën e fortë të Ramës ndaj spionëve dhe figurave si Gjiknuri apo ish ministri i brendshëm, a duket se kryeministri po ndjehet i cënueshëm apo kjo është vetëm një manovër për të rikthyer autoritetin? Në fakt, mbledhja e asamblesë që zhvillua para pak ditësh ishte ndoshta momenti i parë në këto 13 vite që qeverisë së Rama, ndoshta edhe më herët si kryetari i Partisë Socialiste, në të cilin kemi një rrëshqitje dhe shohim një rrëshqitje në autoritet të zotit Rama në raport me Partinë Socialiste në përgjithësi. Natyrisht jo me grupin e tij të rilindjes, i cili është një grup që i është ngjitur Partisë Socialiste përgjatë të viteve 2005 dhe deri tani, por natyrisht me socialistët e vjetër ose me socialistët të cilët nuk kanë ardhur si staf i zotit Rama nga Bashkia e Tiranës, ka një problem. Ka një problem marrëdhëniesh dhe ka një problem sa duket i cili mund të ngrihet në nivelin e një problemi parimor brenda Partisë Socialiste në raport me kryetarin e saj dhe kryeministrin Rama, në qoftë se Rama do ta lejojë apo do ta furnizojë debatin. Ka vetëm një mundësi që zhvillimi i debatit brenda Partisë Socialiste të mos jetë në dorën e Ramës. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse Rama do të jetë objekt i hetimit të prokurorisë së posaçme SPAK. Vetëshpallja e Erion Braçes për Bashkinë e Tiranës, a është kjo një lëvizje fuqishme që mund të rrisë legitimitetin e mazhorancës apo do të hapë në terren rival të fuqishëm opozitar? Në politikën shqiptare në përgjithësi, po kryesisht tek dy partitë të mëdha, do të thotë që edhe tek Partia Socialiste, të gjitha vendimet që merren nga ose të gjitha propozimet që vijnë nga numri 2, 3 e kështu me radhë, janë të parëndësishme dhe nuk përbëjnë ndonjë zhvillim i cili shënon diçka ose le gjurmë në qoftë në debatin politik, po qoftë edhe në vijimin e qeverisjes në rastin e Partisë Socialiste. Kështu që propozimi në këtë kontekst, propozimi i zotit Braçe ose vetofrimi i tij për të u shpatur si kandidat për kryetar bashkie në Tiranë është thjesht një afirmim i dëshirës dhe i ambicieve të tij për ta drejtuar Tiranën, si një deputet i cili është një deputet praktikisht një ndër deputetet e vjetër të Partisë Socialiste, që në vitin 2001 është në parlamentin shqiptar, është një deputet i cili më së paku është përmendur për afera korruptive, pavarësisht se për gjatë periudhës që ka qenë zëvendës kryeminist, ka një periudhë kur ai ka qenë zëvendës kryeministër, po megjithatë ka arritur të shpëtojë asaj që në fakt nuk i ka shpëtuar asnjë qeveritar i Partisë Socialiste dhe asnjë drejtor i rëndësishëm i saj, lidhjet me korrupsionin, deformimin e menaxhimit të parave publike dhe abuzimet me pushtetin e kështu me radhë. Në këtë kontekst, propozimi i Braçes nuk përbën ndonjë risi. Mund të shkojë deri në nivelin e gosipit, e humorit ose si thua e thashëthemeve, mund të ndërtojë një rrjet thashëthemesh ose mund të kthehet në të ardhmen edhe në një nukël të rëndësishëm brenda Partisë Socialiste, po gjithmonë me atë kushtin që përmenda pak më herët, nëse Edi Rama është subjekt i hetimit për një akuzë të caktuar nga prokuroria e posaçme. Zoti Neza, lidhur me skenën lokale, a mund të shohim një përplasje të fortë mes kandidatëve të njohur dhe figurave të reja dhe si mund të ndikojë kjo në balancën e pushtetit në Tiranë dhe bashkitë e tjera? Zgjedhjet e ardhshme lokale që parashikohet të zhvillohen në pranverën e vitit 2027 do të jenë shumë të rëndësishme së pari nga nevoja për të transformuar sistemin zgjedhor në Shqipëri në një sistem i cili është i pranueshëm për organizata ndërkombëtare dhe brenda dimensioneve të standardeve ndërkombëtare për zgjedhjet. Kjo për shkak se Shqipëria ka vite që nuk bën dot zgjedhje të mira, të pranueshme dhe zgjedhje të cilat sjellin një output të besueshëm për nga nevoja për të patur integritet të këta zyrtarë të cilët zgjidhen përmes votës. Në këtë kështu që në qoftë se qeveria e majt ia del që të ndërtojë
ose të realizojë zgjedhje, përmes të cilave nuk do të përfshihet me qeveria, do të shmang vlerën e votave dhe përdorimin e sistemit të patronazhistëve. Ky do ishte një hap shumë i mirë për Shqipërinë, sidomos në procesin e integrimit evropian, ku çështja e zgjedhjeve është një ndër kushtet. Kur flasim për zgjedhje, flasim për zgjedhje të pranueshme nga komuniteti ndërkombëtar. Nëse ne bëjmë një krahasim ose i rikthehemi raporteve të mëhershme të OSBE-ut në 2023 dhe në 2025, të dy raportet kanë qenë jashtëzakonisht këqija për zgjedhjet në Shqipëri, kanë përcaktuar se ato zgjedhje kanë qenë larg standardeve demokratike, kanë theksuar se zgjedhjet kishin probleme të shitblerjes së votave, bashkimi ose njësimi i qeverisë me partinë fituese, përdorimi i patronazhimit si një polici politike e kështu me radhë. Pikërisht ky standard i zgjedhjeve ka qenë edhe një prej arsyeve që ka çuar në rrëzimin ose mos aprovimin, më mirë, më thënë për qenë më saktë, mos aprovimin e raportit i Bar, i cili ende nuk është aprovuar dhe që në fakt bllokon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa në kontekstin e garës, është natyrisht që gara është interesante në ato qytete ku gjithmonë ka patur garë, pra kur flasim për qytete ku ka patur garë, ato qytete ku nuk ka qenë e sigurt fitoria e Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste. Megjithatë, edhe kjo hapësirë për garë është dëmtuar shumë. Është dëmtuar së pari nga mekanizmi zgjedhor që përdor Partia Socialiste dhe qeveria, një mekanizëm që njëson qeverinë me partinë. Pra praktikisht në zgjedhje kemi qeverinë dhe nuk kemi partinë, e cila konkuron me një parti opozitare dhe merret vesh se cili është bilanci në rastin e një gare të tillë. Por së dyti kjo gjë është dëmtuar shumë nga një vendimarrje e Partisë Demokratike në 2019, e cila braktisi zgjedhjet lokale me besimin se zgjedhjet lokale nuk do të zhvilloheshin dhe mund të shërbente si presion për pushtetin e atëhershëm socialist. Praktikisht zgjedhjet u zhvilluan, komuniteti ndërkombëtar nuk bëri asnjë përpjekje për të stopuar Partinë Socialiste që të bëjë zgjedhje moniste, edhe në këtë rast i gjithë pushteti lokal kaloi tek Partia Socialiste dhe nëse pushteti lokal kalon tek Partia Socialiste, shanset janë që përmes pushtetit në bashki të krijohen kushte më të mira për të vijuar sërish me të njëjtën ngjyrë politike. Ato zgjedhje në fakt, zgjedhjet e bojkotuara nga Partia Demokratike në vitin 2019, kanë qenë një shtrat i mirë për qeverinë dhe për Partinë Socialiste për të fituar edhe zgjedhjet parlamentare. Për shkak se asociimi me pushtetin dhe me të mirat e pushtetit u njësua pothuajse edhe në pushtetin qendror, edhe në pushtetin lokal në të gjithë Shqipërinë. Çfarë e rrit ose shërben si një aset edhe politik, edhe elektoral, po edhe aset interesash për partinë e cila e zotëron këtë pushtet. Zoti Neza, nëse do të flasim për protestën e 17 prillit, a ka shenja se kjo datë mund të sjellë ndonjë kthesë të papritur në skenën politike? Apo do të mbetet një ripërsëritje e strategjisë tradicionale të opozitës për të mbajtur presionin mbi qeverinë? Pavarësisht se qeverisja është shumë e keqe. Kjo qeverisje duhet larguar sa më shpejt dhe me çfarëdo lloj mjeti demokratik. Nuk e shoh protestën si një ngjarje e cila do të sjellë një përmbysje politike në Shqipëri. Ajo protestat e krijojnë një terren, bindin qytetarët dhe mendoj se ka patur një efekt shumë të mirë në këtë kontekst, pasi i kanë ndihmuar qytetarët për të kuptuar dhe më mirë qeverisjen dhe për të kuptuar se nuk është në Shqipëria mund të prodhojë alternativa të reja dhe ka alternativa të reja të gatshme. Mjafton që qytetarët të binden për të ndryshuar sistemin, për të ndryshuar qeverisjen, mjafton që të kemi zgjedhje brenda standardeve mundësisht, standardeve minimale po ama të jenë standarde demokratike dhe ndërkaq që asocimi i këtyre protestave do të ishte frytdhënës vetëm në qoftë se ky asocim ndodh me një ngjarje. Dhe ngjarja nuk mund të thash edhe një herë, ngjarja nuk prodhohet dot nga protestat për shkak qoftë volumit të protestës, qoftë nivelit të zemërimit i cili nuk akumulohet shumë tani përmes protestave, po shpërndahet edhe në forma të tjera të cilat nuk e ndërtojnë ato presionin në një pikë për të detyruar kryeministrin apo qeverinë të largohet, por është një presion multiplikativ, i shpërndar gjithandej, i cili është vështirë të menaxhohet për të
për të përdorur në një ditë të caktuar, në një moment të caktuar kundër qeverinë. Prandaj një ngjarje e cila mund të ishte një ngjarje që vjen nga spaku, për nisjen e hetimeve ndaj zotit Rama, marrjen e tij në hetim për një akuzë të caktuar që natyrisht lidhet ose me shpërnderimin e detyrës, ndikimin në tendera siç është akuza ndaj zonës Balluku apo për korrupsion, do ta ndihmonte shumë qoftë protestën e opozitës, por qoftë edhe ndryshimin e këtij sistemi të degraduar të menaxhimit të parave publike, të menaxhimit të shtetit nga ana e Partisë Socialiste dhe qeverisë së saj. Zoti Neza, a ka sinjale se protestat dhe zgjedhjet lokale mund të jenë pjesë e një strategjie të koordinuar të opozitës për të krijuar kështu narrativën e ndryshimit të pashmangshëm, apo janë thjesht instrumente presioni me efekt të kufizuar? Protestat natyrisht janë instrumente presioni ndaj qeverisë. Protestat janë shërben jo thjesht si instrument presioni, por kanë edhe efektin që përmendëm më herët për t'u shpjeguar qytetarëve pozicionin e një partie të caktuar politike në raport me qeverinë, për të ndërtuar në dimensionet e tjera narrativën kundër qeverisë apo ndaj qeverisë dhe ndaj problemeve që ka krijuar qeveria. Protestat janë për nga outputet që ato janë në shumë dimensione. Mund të kenë efekt edhe në rrëzimin ose në dobësimin e qeverisë, mund të ketë efekt edhe në forcimin e opozitës, mund të ketë efekt në shpjegimet ose në kthjellimin e mëtejshëm të qytetarëve shqiptar në raport me qeverinë, por ndërkohë mund të shërbejnë edhe si bazë e mirë për zgjedhjet të ardhshme lokale. Unë nuk e shoh se këto protesta që po bën tani opozita synojnë pikërisht zgjedhjet e ardhshme lokale për të ndërtuar një kohezion me qytetarët shqiptar. Mendoj se protestat janë të iniciuara nga një nevojë emergjente, qoftë e opozitës e cila nuk ka hapësirë lirie, qoftë në parlament apo qoftë edhe në hapësirat e tjera të komunikimit, por qoftë edhe për qytetarët shqiptar të cilët nuk kanë asnjë zgjidhje, nuk kanë asnjë shpresë përveç se të presin biletat dhe të udhtojnë në vendet e tjera të Evropës. Pra është shumë e rëndë që të paktën prej 10 vitesh shqiptarët nuk shohin zgjidhje brenda këtij vendi, por shohin zgjidhje vetëm me largim. Dhe kjo është edhe një prej arsyeve sepse protestat nuk arrin dot të akumulojnë një zemrim të tillë për të detyruar të ndryshojë qeveria ose për të detyruar të largohet qeveria për t'i hapur vend zgjedhjeve të parakohshme. Zoti Neza, cilat janë surprizat që mund të dalin nga gara për kryetarët e degëve dhe a mund të shihet kjo si një provë gjenerale për 23 majin ku priten të garojnë të paktën 3 kandidatë të njohur si Saljani, Balliu dhe Kokalari? Zgjedhjet në degët e Partisë Demokratike mendoj se kanë dhënë surprizat e para. Ndoshta është hera e parë që në votimet që janë bërë në bazë në degët e Partisë Demokratike kanë fituar emra grash, të cilat Partia Demokratike ka patur shumë pak gra në drejtim, sidomos në degët lokale. Dhe kësaj radhe kam parë që të paktën 4 apo 5 prej tyre janë zgjedhur kryetarët e degëve të PD-s në rrethe deri tani, sepse procesi zgjedhor vijon. Ndërsa në lidhje me kandidaturat që u përmendet, unë kam parë një tekst tjetër që del nga Partia Demokratike, ku deri tani kemi të afirmuar vetëm kandidaturën e zotit Berisha. Kandidatura e Saljanit duket qartë që të has barriera për të përfshirë në garë për shkak të vendimarrjes ose vendimit pa vendim, si thua, të vetë Partisë Demokratike se Saljani është vetë përjashtuar, një gjë ende e pa shpjeguar mirë qoftë nga drejtuesit e Partisë Demokratike, po për fat keq as Saljani vetë nuk e shpjegon në mënyrë bindëse sepse është ndërtuar ky raport midis tij dhe Partisë Demokratike ose drejtuesve kryesorë të Partisë Demokratike aktualisht, ndërsa rasti i Kokalarit është sekretari i përgjithshëm ka më duket se ka nxjerrë ose është shprehur ose ka shpjeguar rreth kandidaturës saj, duke thënë se duhet të jetë nuk plotëson një kriter që ka të bëjë me faktin se duhet të jetë antare e Partisë Demokratike.
Kokalari, në sa di unë, këmbgulës është antare e Partisë Demokratike e rithemelimit, por kjo duhet ngelet për të shpjeguar, megjithatë Kokalari ka mundësinë e ankesës në forumet e Partisë Demokratike, pasi ka një zyrë ankesët tek partia, një sekretariat që pret ankesat dhe shqyrton ankesat brenda Partisë Demokratike, dhe ndoshta mund të përfshihen edhe Saljani dhe Kokalari. Por megjithatë ende nuk kemi një pamje të qartë të garës për kryetar partie të Partisë Demokratike. Kemi vetëm emrin e Berishës, që është sigurt që do jetë një prej kandidatëve, por nuk kemi të konfiguruar një garë të plotë. Zoti Neza, duket se opozita apo shmang diskutimin mbi tema të caktuara si rrjeti i financave apo figura të tjera, siç është për shembull çështja e Erjollit. Këtë pyetjen tuaj për këtë rrjetin e financave nuk e kuptova se me çfarë e lidhni, me çfarë ka lidhje. Kurse për çështjen e Erjollit, unë nuk kam parë një angazhim të theksuar të Partisë Demokratike tek çështja e Erjollit, tek protestat e banorëve të Erjollit atje në raport me një projekt i cili zbatohet nga një prej kompanive të mëdha në vend. Megjithatë kam parë drejtues lokal të Partisë Demokratike, ka qenë Imeldi Sokoli, që është antar i strukturave drejtuese të PD-s së Shkodrës, po ashtu edhe drejtuesi politik i Shkodrës Luciano Boçi ka qenë në protestat e tyre. Megjithatë, ata nuk kanë qenë në mënyrë të vijueshme dhe nuk kanë parë që inkurajojnë atë protestë të paktën. Mund të kenë suport ose mund ta mbështesin atë në distancë apo edhe me praninë e tyre, por nuk kanë parë ta inkurajojnë një protestë të tillë. Me sa duket, çështja është pak më delikate se sa ne e konstatojmë nga jashtë në kuptimin qoftë ligjor, qoftë edhe të raporteve që janë ndërtuar përgjatë negociatave, kështu që duhet pritur për ta gjykuar nëse ky pozicion i Partisë Demokratike është një pozicion i cili është konform ngjarjes apo mund t'i kthehet edhe kundër Partisë Demokratike nëse gjërat janë ashtu siç shumica e njerëzve i mendojnë praktikisht. Ndërsa në lidhje me problemin, kush ishte problemi tjetër, një problem financiar që përmendet ju, nuk e kam qartë se për çfarë është fjala. Lidhet domethënë me çështjet e ndaluara, por që përgjigjja konkrete ishte më shumë për Rjollin. Okej. Atëherë, zoti Neza, referendumi që propozon Edi Rama me kaq ngulme, mos po kërkon vallë që të amnistoj veten nga drejtësia? Ky është një momenti që ka zgjedhur zoti Rama për të promovuar një ligj të ri për referendumet, në mënyrë që të lehtësojë zhvillimin e këtyre referendumeve, e komprometon pak procesin, për shkak se zoti Rama, ashtu siç e theksuat ju, është në një situatë e cila mund të vështirësohet edhe me tej dhe ndoshta ai do të ketë nevojë që të ndërtojë barrierat e tjera ndaj hetimit, ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj gjykatave dhe prokurorisë. Dhe këtë e ka shumë të vështirë ta bëjë përmes parlamentit, pasi një pjesë e mirë ligjeve të reformës në drejtësi, ku përfshihet edhe ligji që rregullon funksionimin e prokurorisë së posaçme apo të gjykatës së posaçme, janë të përfshira në kushtetutë. Ai nuk ka votat në parlament për të arritur ndryshimin në kushtetutë, por ama ka vota për ndryshuar çdo ligj me shumicë të cilësuar. Megjithatë, pavarësisht të kontekstit në të cilin Rama po operon në lidhje me ligjin për referendumet, një ligj tjetër, i moderuar, i reformuar për referendumet është shumë i nevojshëm në Shqipëri. Ne kemi një ligj për referendumet dhe përmes atij ligji nuk ka arritur të bëhet asnjë referendum në këtë vend. Dhe do të thotë se ligji është i paaplikueshëm, do të thotë se ligji mund të bëhet i papërdorshëm, qoftë nga institucionet qeveritare, po ndoshta edhe nga institucionet shtetërore apo nga institucionet tjera të cilat kanë lidhje me procesin zgjedhor në Shqipëri. Në këtë kontekst, ai ligj duhet rishikuar, veçse duhet të kalohet përmes një diskutimi shumë të qartë në mënyrë që të përthithen edhe propozimet që mund të jepen, qoftë nga opozita,
qoftë nga shoqëria civile, e cila e ka pas të nevojshme dhe e ka konsideruar si një prej mjeteve me të cilat ata mund të realizonin aspiratat ose mund të adresonin çështje të rëndësishme që ata kanë konstatuar në punën e tyre. 3 skenare janë propozuar nga Partia Socialiste për reformën territoriale. Zotëniza, ju me cilin bini më së shumti dakord dhe çfarë kundër propozimit duhet të bëjë Partia Demokratike në mënyrë që të mos bëj harakiri, kështu që ja fusi vetes në një farë mënyre. Atëherë në reforma territoriale e cila u krye në vitin 2015 ka dështuar. Ka dështuar në 2 kontekste. Së pari ka dështuar në pretendimin që ajo kishte se do të ishte më e dobishme për qytetarët, do ofronte shërbime më të mira dhe ndërkohë do kishte më pak shpenzime. As e para, as e dyta, as e treta s'janë realizuar. Reforma, sistemi i ndarjes administrative që është sot është kthyer në një xhep për militantët, kryesisht militantët e qeverisë, militantët e Partisë Socialiste, të cilët dominojnë administratën në pushtetin lokal. Pushteti lokal është atrofizuar edhe për shkak të masave të tjera ose të reformave të tjera të cilat kanë pas të bëjnë kryesisht me menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore, duke i shpërndar ato në qendrat e qarqeve dhe duke lënë shumë bashki pa asnjë shërbim ose me shërbime të cilat merren me shumë vështirësi. Pushteti lokal në Shqipëri është një pushtet lokal që në pjesë të mirë të tij është në borxh, domethënë është praktikisht në termat financiar është një pushtet lokal, një administratë lokale falimentuar, çfarë do të thotë se nuk arrin dot të mbledhë taksat, nuk arrin dot të mbahet me parat dhe asetet e veta, janë në dorë të qeverisë përmes fondit të garancisë i cili jepet nga qeveria çdo vit për pushtetin lokal. Kurse nga këndvështrimi politika ja ka dështuar për shkak të sistemit zgjedhor. Ne kemi një sistem zgjedhor proporcional rajonal i cili është shumë i mirë, është shumë efikas në rastet kur popullsia është e madhe. Kur sipërfaqja apo numri i votuesve është jashtëzakonisht i madh dhe mundësia për të manipuluar ose për të negocuar votuesit është shumë e vogël për shkak të numrit të madh. Dhe kur ndodhen ato negocime ose kur ndodhen manipulimet, ato nuk ndikojnë aq shumë rezultatin sa ndikojnë ato në një numër të vogël votuesish apo në një sipërfaqe të vogël ku kryhet votimi siç ndodh me proporcionalin rajonal. Në këtë kontekst duhet patur parasysh ose duhet të konsideruar një pamje e tillë e reformës së re. Mendoj se kjo do të ishte një gjë më e mirë. Së pari, reforma të lehtësoj krijimin e një procesi zgjedhor të drejtë dhe të lirë në mënyrë që të pamundësoj votën e cila vendos për pushtetin politik në sipërfaqe të vogla dhe një numër të vogël votuesish. Së pari, do të thotë që duhet adresuar proporcionali rajonal në mënyrë të tillë që nëse reforma e ardhshme administrative nuk përputhet me një model të ri të këtij sistemi, duhet që sistemi të ndryshojë edhe pa ndryshuar ndarja administrative. Së dyti, ndarja administrative përkundër nevojës për të patur njësi të mëdha në rastin e zgjedhjeve ose përputhjes së ndarjes së zgjedhjeve me ndarjen administrative, me hartës politike me hartën administrative, në rastin e menaxhimit të pushtetit lokal ka nevojë që të zgjerohet jo vetëm me këtë numër bashkish që janë, po të rritet numri bashkive dhe komunave, natyrisht jo në numrin që ka patur me herët rreth 300-400 bashki dhe komuna gjithsejt, por në një numër shumë racional, por ama në një numër i cili ofron edhe mundësitë e menaxhimit të mirë të aseteve të bashkive, po ndërkohë respekton edhe pluralizmin politik, se di çka ndodhur me hartën administrative edhe me reformën administrative, qyteteve të mëdha, të cilat tradicionalisht kanë qenë votues ose kryesisht kanë qenë votues të djathtë dhe ato bashki janë qeverisur prej drejtuesve të djathtë, pas reformës administrative u krijua një hapësirë e tillë ku e cila çoi edhe në ndryshimin e rezultatit politik pa jo nëpërmjet votës,
po nëpërmjet hartës. Dhe kjo nuk është politike, kjo është taktike, kjo është një formë e fshehtë e manipulimit zgjedhor. Unë po marr një rast, Bashkinë e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit ka qenë një bashkie në të cilën pothuajse ka fituar Partia Demokratike derisa është bërë harta e re zgjedhore. Ose të paktën ka pas një alternancë midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në drejtimin e kësaj bashkie. Me krijimin e hartës së re administrative, qytetit të Elbasanit natyrisht u bashkuan edhe fshatrat janë kryesisht votues të majt dhe e bën të paqen ose të padëgjueshëm zërin e votuesve të jashtë të qytetit, ndërkohë që qyteti është bërthama, është thelbi i bashkisë.